një moment i jashtëzakonshëm. Për mua është një nga momentet që besoj se muzeu do të përjetoj të tjera, por duke qenë i pari, ishte një moment tepër fisnik dhe bujar që përjetuan jo vetëm unë, por edhe të tjerët që ishin prezent aty, pasi familja e të madhit artist të popullit Gaço Avrazi dhuroi gjithë fondin arkivor familjar pranë Muzeut të Forcave të Armatosur. Të gjithë fondin? Gjithë fondin familjar. Ai për gjithë ata që nuk e njohin, Gaço Avrazi ishte një artist i jashtëzakonshëm, po unë dua ta përcaktoj shti në lidhje me ushtrinë. Ai kishte edhe gradën e kolonelit. Është një njeri i cili kishte marrë pjesë në luftën antifashiste me armë në dorë, duke qenë pjesë e formacioneve partizane. Është një njeriu i cili ka formuar të parin grup artistik partizan në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Gaço Avrazi. Dhe njëkohësisht pas luftës, duke patur si vjueshmëri të themi të këtij grupi të parë artistik partizan që ai ngriti gjatë luftës së dytë botërore, duhet theksuar që është grupi i parë artistik partizan, mbi bazën e saj, që ishin diku te 19-20 veta ata, ai arriti që të krijonte ansamblin artistik të ushtrisë, i cili ishte mirënjohur nëpër Shqipëri për aktivitetin që ka pasur. Okej, Niko, të kërkoj ndjes, do ta komentojmë kur dalin fotot e tij, që ta ilustrojmë. Tani çfarë kemi? Këtu jemi për shembull, kjo është pjesë e një ekspozite, të cilën e përzjodhëm disa nga fotot e fotot një njerëzit? Të qindra fotove. Këtu për shembull është Gaço Avrazi vetë gjatë periudhës mbretërisë shqiptare. Te fotoja majtas është i pari në këmbë, në krahun e djathtë. Këtu? Po. Wow. I cili është në periudhën të themi të mbretit Zog në vitin 36. Gjatë shërbimit ushtarak që ka pasur. Ai kishte ushtar. Po. Po ai oficeri unë. Fatkeqësisht nuk e kemi të identifikuar emrin e tij, sepse nuk ka patur si zyluftar Veleshja. Jo, nuk besoj ti ai, sepse nuk ka parë fotot me shumë vëmendje. Dhe nuk ka marrë që ta shkodoj atë personazh. Do të jeni i sigurt. Ajo është e vitit 1936 si fotografi, por që tregon në një farë mënyrë pjesën kronologjike dhe ekspozita këtë kishte për qëllim të tregonte pjesën kronologjike të jetës së Gaço Avrazit, përfshi këtu dhe fotografinë mortore të tij, që është shkrepur në. Po atje kemi të identifikuar dikë? Edhe aty e kemi të identifikuar Gaço Avrazin, i cili është në këmbë, i pari në krahun e majt. Po, ka një gjë. Tani, kjo është uniforma cilat ne kishim rreth 5-6 të tilla që i vendosëm në ekspozitë. Kjo është e kohës komunizmit. Kjo është e kohës komunizmit dhe janë uniforma të cilat janë përdorur nga anëtarët e ansamblit të ushtrisë. Të ansamblit. Dhe meqense ne i kishim kostumet të plota. Oficera. Po, por ishin dhe pjesë e ansamblit ushtrisë. Dhe kjo ka qenë nga uniformat që është përdorur nga njerëzit, të cilët kanë qenë pjesë e ansamblit. Foto tjetër. E bukur, shumë serin, se s'po e bëja do të lidhjen në kësaj. Njëkohësisht duhet të përmendim që kontributi i Avrazit është ai njeri i cili ka dhënë realitetit shqiptar emrat e mëdhenj të Gaço Çakos, të Gjoni Athanasit, të Ibrahim Tukiçit, të Tani këtu është Gaço Avrazi, dirigjenti i ansamblit të ushtrisë, dhe është gjatë momenteve të një shfaqje të caktuar. Aty është pas një shfaqje me disa antarë themi veteran të luftës së dytë botërore, që ai është fotografuar. Njëkohësisht ndodh e njëjta gjë edhe në këtë imazh, ndërsa aty jemi në një koncert që ata kanë qenë pjesë në Bukuresht në fillim të viteve 50, kur ka marrë dhe një çmim aty. Niko, kam një pyetje. Ti thej që Gaço Avrazi është themeluesi i ansamblit të ushtrisë, po përpara ka pasur aktivitet që në luftë. Ato grupet e para partizane. Aty ka pasur shumë këngë. Po. Bashko, me shok, me nënçe, apo e të tjera. Po, këngë partizane. Tani ka një akuzë ose një debat që disa këngë partizane ishin krijime jugoslave që thjesht janë përkthyer dhe janë përshtatur në Shqipëri. Tani, ti je njeriu kompetent që na e sqaron. Shiko, ka diçka që të pak në ashtu si e shoh unë, sepse kjo pyetja është me vend, në një farë absolutisht po, dhe kërkon një sqarim i cili duhet të jetë i mirëfilli i saktë. Te ndër shqiptarët nuk është se është një moment i cili ne të na habisë për të gjë që ndodh. Ne kemi shumë këngë të tjera të cilat janë adaptuar me muzikën e tyre në ambientin shqiptar. Por adaptimi ka ndodhur sepse një kompozim i një X natyre te habitati shqiptar ka, si mund të themi, ka ngjitur.
Shembull edhe himni. Kështu që shkrirë me shpirtin e vendit ku ai është interpretuar. Edhe himni është marrë nga himni. Dhe himni po. Dhe himni po. Është një sjellje në shqip e një këngë e cila dhe titullin është përkthyer nga rumanishtja dhe e sjellën në shqip. Kemi raste të tjera, për shembull, si mund të themi një nga ato këngët e bukura Korçare që njihet, kënga e Drenovares, që është Le Petit Tankinois. Ajo është një interpretim në frëngjisht. Teksti është bërë në shqip nga Loni Llogori dhe njëkohësisht shqiptarët duke qenë në një moment që dhe krijues të pentagramit nuk është se kanë patur dhe kanë dashur që në shpirtin shqiptar të bënte folen e vet dhe muzika, kanë dashur që të adaptojnë muzikën e atyre këngëve të përzjedhura për ta sjellë në habitatin e këtushëm. Një pjesë e tyre nuk kanë ngjitur këtu. Dhe kanë humbur me kalimin e kohës. Pra në një farë mënyrë një pakicë të hershme të tyre kanë qenë diçka që le të themi kanë ndështuar në momentin e sjelljes së shqip. Por kanë materiale të tjera të cilat kanë ngjitur në shpirtin e këtij populli dhe vazhdojnë akoma të interpretojnë edhe sot e kësaj dite. Gjë e cila tregon edhe një herë që muzika nuk ka kufi. A kishim ne këngë të marrë nga Jugosllavia dhe këngë partizane të marrë nga Jugosllavia? Në dinin time nuk mund ta themi në formatin copy paste. Domethënë që mund të ketë patur këngë të tilla. Vetëm kopi? Ne kemi patur kopi, më pas kemi patur laboratorin tonë të përpunimit dhe më pas ka kaluar në pjesën e si ajo e flamurit që i shtoi një strofë në fund? Unë për shembull kujtoj një bisedë që thoshte Endira Dhora Leka. Po, sa Dhora Leka ishte kam për krimin e saj të parë të një këngë të luftës, të themi, apo të një këngë që më pas u quajt Partizane. E krijova të këngë. Cilat ato? Kujtohet? Mbase duhet të kthjellojmë pak në një moment që mund ta kujtoj si për këtë material të fjalë, por pavarësisht asaj, ajo thotë që unë e krijova këtë këngë dhe për të mos e harruar në moment kur e krijova, ja këndova motrës time që ta mbante mend ajo, të paktën nëse harroja unë ta kujtonte ajo. Pra këto janë fillimet të themi të një krijimi, të cilat u ngjizën dhe u lindën në këtë mënyrë. Dhe më pas goj u quan të gjitha formacionet që luftonin gjatë luftës së dytë botërore, u mësuan dhe vijuan të ishin akoma dhe më tutje. Në pas luftës normalisht ato filluan të notizoheshin, të ishin pjesë botimeve të ndryshme, qoftë të shpive botuese, qoftë dispensa. U shkruan pentagrame? U shkruan, po, notizuan, por që për shembull kemi edhe raste të tilla. Sipas dëshmisë së Dhora Lekës, që është ajo që u thash, unë e këndova me veten time 2-3 herë dhe më pas për të mos e ngatruar ose për të mos e harruar, ja këndova motrës time që ta kuptonte edhe ajo. Se ne kishim këngë që si u shkruan kënga, kënga këndohet, ndërsa kjo pastaj me pentagram pastaj është akoma më e thellë. Foto tjetër. Nëse pavarësisht është një moment i një filmi artistik shqiptar, ka përcjell frymën e asaj kohe që ashtu realisht mendoj. Niko, këtu kemi përsëri një nga uniformat që është përdorur në ansamblin e ushtrisë, më pas se kishte edhe kështu ansambli, të vesh ushtar? Po. Ata kori aty apo kush? Po element ndryshëm sipas ndarjes që ka patur dirigjenti i saj. Do edhe kjo uniform, se kjo është një ushtari. Po, kjo ka qenë, ne nuk e kemi vendosur si uniform ushtari, por si uniform e pjesës të ansamblit artistik të ushtrisë që ka qenë aty, sepse te muzeu ishin thash rreth 5-6 uniforma të cilat i kemi patur aty. Është një vizitë interesante në vitet 70 që Gaço Avrazi i pari në Krahun e Majt ka bërë te lidhje Prizreni. Dhe kjo është fotografi historike për sa i përket prezencës së tij aty dhe njëkohësisht dokumentimit në këtë fotografi të godinës së lidhjes Prizrenit, pra godinës origjinale themi, pasi ne e dimë që në vitin 1999 ajo dëmtua nga lufta e atërshme, u shkatrua dhe u rindërtua në kohë rekord. Dhe kam pasur fatin Niko Kotheria të jem i pari shqiptar që kam vajtur atje dhe më ka dhënë roja një xhevair që e ruaj e kam thesar atje. I pari shqiptar tha që ka ardhur këtu tha. Dhe shurësie, se ai kishte shpinë aty Niko, gjitur me shpinë. Do me shpinë e lidhjes, kishte shpinë e vet. Por thash, ka njëri duhet të futem. Ne kishim shkuar për zgjedhjet atje. Edhe del një xhaja, i urdhon, thamë. I thash, shikoja këtë. Po ja ata shikoj, nga vjen ti, më thamë. Nga Shqipëria. Se zisha nga Shqipëria? Po, i thash, nga cili qytet? Nga Tirana, i thash, jemi ca gazetar. Çfarë thua? Po jo do vi, më thamë, prit, më thamë. Ajo që në vitet 70 e kishte groposur ai në tok Niko Kotheria dhe e nxora tha vetëm ditën kur u çliruan tha. Ti tha je shqiptar i parë, tha urdhë dhe ma bëri. Po i thashëm po, çfarë ishte? Ishte një botim për lidhjen e Prizrenit që mua të ma gjenin tha serbët, tha mua më shkrinin mua tha.
Do të thënë këtë tha, po ta jap ty. I thash bëna na firmos, i thash, po beson njëri mua në Shqipëri këtë që ma ka dhënë ti thash, ai ka firmosur ishte i moshuar, shumë i moshuar. Dhe kam kujtim të bukur. Po. Dhe sa ishte, do të thënë, ajo u doq u shkatrua në mars, ne kemi qenë jo asnjë vit, po themi 7 muaj, 8 muaj më vonë, diçka, nuk e di. Po aty te fotoja tjetër kemi një moment pushimi që me sa duket është gjatë një udhëtimi për sa i përket këtyre tureve që bënin për Shqipëri. Dhe aty shohim për shembull i pari, gjithë në krahun e majt, është piktori Guri Madhi. Ky që ka kthyer kokën? Po, i dyti është Gaço Avrazi, e treta është Violeta Manushi, po. Violeta Manushi është? Violeta Manushi. Se thosha si ngjan si ajo. Shumë bukur. Tani ma shpjegojnë që ka të Katyushkën aty ku aty? Ai është objekt që është vendosur në hyrje të muzeut dhe që është pjesa e dekorit të themi të muzeut, të cilat nuk janë elemente të lëvizshme, por që shërben ambienti për të zhvilluar dhe ekspozita të tjera. Nuk është pjesë e ekspozitës. Që quhet Katyushka? Me atë fitoi betejën Stalini. Betejën Stalingrad me këto Katyushkat, do të thënë ato janë 2, 4, 6, 8, 10, 12 gryka dhe iknin predha kështu sa u tmerruan ata gjermanë. Kështu ka. Po do tjetër. Që po ndodhi. Ja, prap Katyushka. Po, këtu është këndi tjetër që vjen më pas pjesa e ekspozitës, është përsëri uniforme e një pjestarit të ansamblit. I thuin që atyre të Jekurosin që ato Niko. Po, dakord, edhe ajo është. Ai bën në një vrejtje kështu, si miq jemi. Pa diskutim, po. Bile në këtë moment besoj se vrejtjet na shërbejnë më shumë për të përmirësuar. Sepse gjithçka që fillon nga fillimi ka edhe pjesën e saj që duhet t'i kushtohet më shumë vëmendje. Tani këtu? Këtu e momente të ndryshme, qoftë në një moment aktiviteti ku interpreton orkestra dhe kori i ansamblit. Këtu e momente provash, që gjithnjë kemi Gaço Avrazin në dirigjim, dhe aty është një moment pas një aktiviteti kur Avrazi ka dalë në pension tashmë, dhe është fotografuar me veteranë dhe me ishte familja. Ato ishte qindra fotografi, cilat nuk pata mundësi edhe t'i ekspozoja të gjitha i ke selektuar. Po, patjetër që u selektuan, por që ato tani do formësojnë të dosje më vetët e fondin e. Edhe emocional, bravo, i qoftë familjes, Niko. Po. Do të si e bën, pse e bën? Mendoj në përgjigje të vlerësimit që patën në momentin që unë më emrova aty. Do të je garancia, e kuptova. Foto tjetër, bravo Niko. Po, këtu. Miri, jo miri, po i ri. Këtu është një portret i tij, por është interesante për shembull aty kemi një fotografi e cila është 12 vjetori i ushtrisë popullore dhe që është një koncert që është dhënë në rastin popullore, domethënë i 10 korriku të 43. Po, patjetër sepse ai ishte pika e referencës të asaj kohe, pa diskutim. Po që zhveshur nga pjesa politike. Për mirë që u bë 4 vjetori? Pa diskutim po, sepse do të jemi korrekt për historinë. Se gjërit sa komente, jo po pse ndryshon. Jo, pa diskutim, por duke i zhveshur nga pjesa politike, që normalisht ato fotografi janë të ngarkuara, sepse janë shkrepur në atë moment caktuar. Ato kanë një vlerë historike dhe kanë dhe një vlerë të artistike, të themi. Niko, këtu ka diçka për ta komentuar? Interesantja për ta komentuar ose për të thënë një fjalë këtu është ajo fotografia që shohim një grup njerëzish të ulur në tokë, që është ajo fotografia, të themi, e treta duke filluar nga ana e majt, nga ana e djathtë duke filluar fotografia e tretë. Aty është ata njerëz janë duke ndjekur koncertin e ansamblit artistik të ushtrisë, ku shumë pak metra larg këtyre është kufiri ku u zhvilluan betejat e atyre që u quajtën si provokacione e vitit 1949. Të gushtit? Dhe ajo është një shfaqje që ata kanë dhënë aty dhe që ta janë duke. Kjo shfaqje atje në kufi. Në pjesën e. Dhe këtu janë mbas koncertit? Këtu është fotografi tjetër më vonë pas. Por ajo është e gushtit 49. Pra në momentin e luftës ka patur dhe shfaqje. Ajo që bëri Marilyn Monroe me ushtarët amerikanë për Vietnam, tu s'ka pasur Marilyn Monroe, por këtu është bërë një koncert. Po. Je dakord me mua? Po. Do tani
këta kanë kopjuar koncertin e Marilyn Monroe? Nuk e besoj, ka qenë një ide e tyre për t'ju gjendur afër për të rritur moralin, pa diskutim, por për të kaluar dhe një kohë koncert në provokacionet e Gushit 49-ën. Dhe është fotografi interesante. Shumë e bukur, historike. Edhe është moment i veçantë historik për sa i përket asaj që Niko, kush e shpjegon ata Niko që ishin ata duke ndjekur atë?